Me deklaratën që bëri, tregoi se që ka kthyer në Dado apo edukator kopshi. Pasi asgjë që tha Rama nuk është e vërtetë. Gjëja kryesore është që Rama nuk ka pas ftesë nominale, siç e kishin gjithë vendet e tjera. Pavarësisht u mundua ta shiste si një ftesë i cili e kishte sjellur në emër të tij. Ftesa ka qenë për shtetin shqiptar. Loja që bëri me Blerin ishte që ta shiste dhe të vende emrin e tij si kryeministër në të kohë që duhet të vende emrin e presidentit. Dhe buri emrin e tij dhe kjo e bëri i dha mundësi që ky të trumbetonte dhe të thoshte që ka ardhur një ftesë nga Donald Trump. Gjë që nuk është e vërtetë. Pjesa tjetër pastaj lojrat që ai bëri ishte se domethënë takimin ose ardhja e Ivangës është një ardhje personale e sponsorizuar totalisht tashmë nga Rama për të gjithë atë vizitë dy ditore që ajo bëri dhe për të treguar që unë kam një familiaritet me presidentin Trump, pasi vajza e tij vjen në vizitë dhe bëri atë kopjen e keqe që bëri Trumpi me Putinin në Alaska, duke e marrë të bien në makinë, se kur e merr në makinë tregon një familiaritet. Gjëja tjetër pastaj që bie në sy ishte që deklarata që ai bëri që preferova mos shkoj në Davos, po të qëndroj dhe të shoqëroj, të jem shoqëruesi i Ivangës në Shqipëri me lejen e babait, tekstualisht kështu tha. Pra, sikur ky kishte fol me Trumpin, edhe ky do të i kishte dhënë leje Trumpi që ky të qëndronte me Ivangën. Gjë, edhe kjo nuk është absolutisht e vërtetë. Por Rama u tregua shumë i ashpër, shumë i egër, me një mllef të jashtëzakonshëm për sa i përket fjalimit që ai mbajti në parlament, me një gulqim të frikshme, themi, dhe duke si ai luanin apo kur ngor, vjen ai momenti i fundit, ajo gulqima e fundit e tij e bër, kështu ishte edhe Rama. Rama është i vdekur politikisht në arenën ndërkombëtare dhe aq më shumë në Amerikë. Ashtu siç e kam theksuar për kohësh, qysh nga momenti kur u bë takimi i parë në Gjermani, kur ju thash që Rama nuk shkoi në Gjermani, apo në atë takim nuk arriti dot, domethënë nuk arriti dot të takoj Trumpin për një arsye thjesht sepse Trump ka një barrierë shumë madhe. Dhe kjo barrierë është Suzy. Suzy është ja u kam shpjeguar që është shefja e kabinetit apo personi më i afërt i Trumpit. Një nga personat dhe sidomos pas vrasjes së Kirk, Suzy ka ngele vetmja që ka afërmitete më të madhe dhe bën agjendën e Trumpit. Pra është ajo që e pengon Ramën. Në një shkrim timin edhe një daljen time kam thënë që Suzy e ka kthy pak personale me Ramën. Emrin e Ramës, domethënë. Duke parë të gjithë çfarë ka bërë, apo duke parë edhe atë që ky ka ndërtuar një mafia shtet në Shqipëri, patjetër që do ketë një pengesë të tillë. Vjen mirë që nga televizioni juaj e kemi thënë, por kam filluar dhe këta analistët tashmë ta përdorin emrin e Suzit. Më vjen mirë që ka filluar ta. Megjithëse njohin se dinë se si funksionon, po të paktën ta përdorin, e ta përdorin Ramës si armë. Ajo gujqim që ishte në kuvend ishte, thash, duke si ai kafsha e ngordhur, që jep shpirt. Por duke parë atë blokadë që ka ky me Shtetet e Bashkuara, me administratën Trump sidomos dhe me vetë Trump, u mundua ta shesi dhe të kërkoj një ligj me emrin e tij për ta pasur që nesër kur shkojnë takim, nëse bëhet një takim, shkoj ky, sepse ka i vetmi që ka mandat nga Shqipëria, nga kuvendi. Zoti Merkoçi, po, më falni, të ndalemi pak te Suzy Willis, pra te shefja e stafit administratës së Donald Trump. Në këtë rast,
ju mendoni se kjo është dora kryesore e cila lëviz fijet e Trumpit në raport me lider caktuar për t'i lejuar ata që ta takojnë apo jo? Po, kjo është bariera e pathyeshme e Ramës apo çdo politikani tjetër që mund të kërkojë të takohet me administratën Trump apo me Trumpin vetë, dhe sidomos me Trumpin vetë, në mënyrë absolute çdo ftesë, çdo shkresë kalon vetëm nëpërmjet dorës Suzit. Dhe jo më kot ju thash, është personi më i besueshëm i tij, madje nëse do ta keni vënë re dhe kur u bë ceremonia e të ndjerit që u bë ceremonia, në 5 veta që ishin në stafin të pjesëmarrës të asaj ceremonie, ishte emri i Suzit. E vetme që kishte emrin, domethënë po ta marrësh kështu, s'kishte një funksion të po ta marrësh, se janë zëvendës presidenta e tjerë, por çuditërisht emri i saj ishte aty. Ishte pikërisht emri i saj. Dhe politikisht kjo tregon shumë, edhe diplomatikisht tregon shumë. Dhe prandaj them që ai është personi më i afërt i Trumpit dhe këtë Trumpi e ka pranuar vetë në ceremoninë kur bori ceremoninë e marrjes së presidencës, kur e thirri në mes sallës e ka thirrë dhe tha, Suzita është njeriu që nuk flet, por njeriu që ka bërë punën më të madhe dhe më ka dhënë fitoren. Në këtë rast, a mendoni se, përveç Suzy Willis, a mendoni se edhe La Civita ka bërë një punë në këtë drejtim, duke qenë se kryeministri Edi Rama e përmendi në seancën e fundit plenare duke e quajtur Latifi, ose më saktë duke u drejtuar opozitës se ku e keni Latifin? Jo, La Civita ka atë pjesën ai e ka pranuar vetë. La Civita ka pranuar vetë që unë në fushatën e Trumpit nuk kam qenë parsori, nuk kam qenë i pari, domethënë në këtë fushatë se kanë qenë tjerë, pra ka qenë Suzy e para në fushatën e Trumpit. Dhe ajo që ishte, ai e kërkoi ta ignoronte opozitën me La Civitën, sepse ishte opozita që në zgjedhjet braktisi fushatën, nuk bëri asnjë lloj fushate dhe u mor vetëm me emrin e La Civitës, duke thënë se ky është ai që do sjellë fitoren, ky do rrozë Ramën, ky do bëj këtë, ky do bëj këtë. Por La Civita nuk ka ndikim të themi tek Trumpi, sepse nuk është pjesë e kabinetit të Trumpit. Do të kuptoni një gjë, nëse them që Suzy është bariera kryesore sepse ajo është shefja e kabinetit, çdo protokoll kalon tek ajo, çdo ftesë kalon tek ajo, çdo ftesë që i shkon Trumpit, çdo letër që i shkon Trumpit, çdo gjë që i shkon Trumpit kalon tek ajo. Dhe ai jo më kot e ka vënë në atë pozicion, sepse është personi, po them, më i besueshëm që ka Trumpi. Dhe të gjithë lëvizjet, nëse do t'i shihni, edhe kur bëri takimin Trumpi me Zelenskin, kur vajtën dhe europianët, kur ishte momenti kur Vandelini kërkoi të bënte në foto, ishte në krah të Trumpin, ishte po Suzy që i bëri shenjat që Vandelini të shkojnë në fund të rreshtit. Pra, du ta kuptojmë pak më drejt, domethënë politikën, nuk bëhet politika në këtë lloj forme siç e mendoj, se njoh një komitet edhe unë tash duhet ta kem mirë me këtë. Pra, me që Rama mendoi, do ta shiste se vazhdojnë akoma me mentalitetin e vjetër këta. Me që është goca Trumpi dhe unë duhet ta kem mirë me Trumpin. Por t'ju them edhe një lajm tjetër, që sot, sepse pati shumë reagime që pse së reagoi ambasada për këtë njërën tjetrën, dhe sot po ta shihni në faqen e Ivana Trumpi ka hiq gjithë fotot. Me Ramën. Do ndalemi edhe aty. Cila është arsyeja që Ivanka Trump ka hequr gjitha fotot? Dhe kjo është ajo që ju thash, dhe t'jeni të bindur që ato foto i ka hequr me urdhrin e Trumpit. Edhe pikërisht këtu është prap dora e saj, që unë them që Suzy është bariera e pathyeshme e pakalueshme. Sepse normal. Jo më kot Trumpi e quan gruaja më e fuqishme në botë. Po pra, atë po ju them dhe unë më vjen mirë të thash që nëpërmjet kanalit tuaj kemi bërë disa herë, kemi kohë që domethënë e nxjerrim emrin e saj, në të njëjtën kohë që njerëzit nuk e dinin se kush është, sa pyesin se kush është Suzy. E kupton? Dhe sot shoh ca analistë, ca njerëz
që dalin nëpër media dhe kanë filluar ta përdorin. Dhe mua më vjen mirë për një fakt të thjeshtë që të bëhet publike, ta kuptojnë njerëzit dhe Rama vetë ta kuptoj që nuk mund t'i fyesh shqiptarët inteligjencë, informacione në politika është gjë tjetër. Pavarësisht se ka një opozitë e cila ai mund t'i thotë çdo gjë asaj politike, atyre deputetëve që kanë sallë. Po kur vjen puna tek qytetaria është gjë tjetër, pastaj qytetaria ta përplas më keq se sa ata që janë aty në sallë. Dhe heqja e fotove të Ivanës nga ajo tregon domethënë që aty ka pas një reagim atë total, ashtu siç pati reagim dhe Trumpi në takimin e Davos kur tha që janë 2-3 kryetar shtete që unë nuk dua t'i shoh me sy. Dhe t'jeni të bindur që një nga këta është Rama. Dhe Rama nuk ka pasur pikërisht, po ja u them prapë pikërisht, nuk ka pasur ftesë nga Trumpi, jo se Trumpi nuk do i bëte ftesë Ramës, ai ka bërë ftesë gjithë vendeve. Por duke parë lëvizjen dhe ky prandaj edhe e solli me urgjenca të ligj që të vënte emrin e tij. Kjo është një lëvizje që ai ka bërë. Dhe opozita ra viktime e tyre, e tij domethënë. Dhe përdori angën sikur ky ishte personi, thash, ishte këtu në dado ky që do ta shoqëronte, i lete mbledhjet ky se ishte me Ivanka, domethënë Ivanka që ka më e rëndësishme se sa vetë Trumpi, apo më e rëndësishme se sa i bordi.